Në të vërtet, Muzeu i Shkencave të Natyrës Sabia Kasimati përfaqëson një institucion unik në Shqipëri. Ai është pjesë e një organizimi më të madh, që në fakt përfshin edhe Kopshtin Botanik, ashtu si dhe Herbarin Kombëtar, e cila po ashtu përfaqëson një pasuri të vyer të florës shqiptare. Muzeu i Shkencave të Natyrës në të vërtet është iniciuar ose ka pasur ide zonja e nderuar Sabia Kasimati, për të cilës ne kemi marrë dhe emrin e Muzeut të Shkencave të Natyrës. Kjo është një histori më vete, pastaj mënyra se si është, le themi, si është vendosur emri i Sabia Kasimatit, emri i është vendosur Muzeu të Shkencave të Natyrës. Po, sepse është ngritur në të vërtet një grup pune, cili për shkak të kontributit jashtëzakonshëm të Sabia Kasimatit edhe si shkencëtare, por edhe si iniciatore e ngritjes së një muzeu kombëtar ku do të përfshihet Herbari Kombëtar, për këtë arsye është vendosur të nderohet pikërisht Muzeu i Shkencave të Natyrës me emrin e saj, e cila po ashtu përfaqëson dhe biologen e parë shqiptare. Që këto janë fakte vërtet shumë interesante, një biologe femër dhe me sa di unë, të paktën me sa kam informacion, ajo ka studiuar peshqit e Shqipërisë, ka shkruar edhe një libër për peshqit e Shqipërisë, si quhet në gjuhën shkencore profesioni? Iktiologe. Pra, Sabia Kasimati ka qenë një iktiologe, që do të thotë një studiuese shkencore e botës së peshqve. Peshqit e urave të ëmbël, ajo ka bërë artikull shkencor, fatkeqësisht monografia e saj nuk u botuar, nuk dihet se ku ndodhet, megjithatë është e qartë që kontributi i saj është i jashtëzakonshëm. Jo vetëm për studimin e peshqve, por dhe për idet e saj të kohës, idet novatore për të hapur një muze të shkencave në Shqipëri, në vendin e saj.